Që është hera 3 që po më dërmu të para, mas i këna fol bashkë. Ku të hami drejt, ku të pim kafe, ku këte këtu anena për me falë. I kam thënë një ja, nuk e fali unë atë një. Po e ka bërë nëna ime. O njëri thash, ti ke fotografi thash që të kanë filmu të tjerë thash. Ka shpërzu rasta i me mu. Si polic. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni këtu poshtë tek fotoja ime, të abonoheni dhe të jeni pjesë zyrtare e të gjitha live-eve që unë zhvilloj çdo paradite ora 10 këtu në kanalin Odeta Dume Mandro, kanali im personal. Ditën e sotme unë do hap dritaren për një të ri nga Puka, quhet Preng Laloshi, i cili përpara 2 viteve ka qenë këtu në live me mua. Ka qenë ditët e para që sa po kisha hapur kanalin në YouTube dhe ftoja njerëz për të ndarë eksperiencat, sepse ky ka qenë qëllimi i kanalit tim në YouTube, me njerëz të ndanim eksperienca, të përcjellnim mesazhe të bukura, por duke ditur që unë merrem me histori njerëzore dhe përcaktohem si një gazetare që merrem me histori njerëzore, njerëz të humbur, padyshim që dritaret e mia do vinin pikërisht ata njerëz që kanë probleme dhe duan të denoncojnë. Dhe kështu Preng Laloshi hyri në live me Odetën dhe rrëfeu problemin që kishte përpara 2 viteve. Ai kishte kapur bashkëshorten Mac me një fqinj aty në fshat dhe ishte divorcuar, por ndarja ishte e rëndë, një lum akuzash që ai derdhi atë ditë për ish bashkëshorten dhe gjithë pengu një babait ishin 2 fëmijët e mitur. Sot pas 2 viteve kërkon të jetë këtu në live me Odetën. Çfarë ka ndodhur në këto 2 vite nuk di, do të jetë vet Prengu që do na i rrëfej, por për gjithë ata që nuk e kanë para të video të vjetër përpara 2 viteve, dua ta sjell Preng Laloshën, çfarë është shprehur ai së bashku me nënën e tij të moshuar dhe rikthehemi. I ka ra anonim, nusës time telefonin me anonim privat. Jo, nuk i përgjigj nusja, ma dha mu telefonin na tha përgjigj ju ti. Ishte një gru, e njofta më zanë. Dhe këtu më fshat tim është. Ajo me tha mu, tha nuk kam punë, tha me ty, tha. Me nxjerr tha mu, tha tane, tha që po merr burrin, tha. Po merr tha burrin, tha mu, tha që unë, tha kam kap gjithë shka, tha, kam kap mesazhet, tha telefonit, tha, të burrit tim, tha. Edhe ma ka mju telefonin, mi ka ra prap telefonin. A i bot, i kam thënë ish nusës, i kam thënë foli ti, i kam thënë. Sa është filanja, i kam thënë. Edhe i thash ne, tha. Ti thash këtë bajnë thash me filanin. Jo më të mu. I kam shku më shpi, më kanë dele vjehria vetë. Vjehria të vjehra. I thash kam marrë thash mu së qaru thash me rentane thash. Qarë hallit 4 që i bjen anonim thash numrit grus teme thash. Ajo nuk doli për mu ashtu, mu badakashu me mu, fare, as mu pa fare me mu. Mas 2 ditë ka ardha jo me gjithë vajzë, nuk e shpia, edhe me gjithë vjeher, edhe më kanë rraf gruën. Shtefajet i kish komplet totalisht nuk gruja ime. E raha. Nuk ditë gënjej, e kam ra, kam ba 4 muaj borg. Po zvojë dhe prep, se prep tolte me ta telefon. Mas 2 ditë ka ardhë prep, se anë që prep kjo imja e ka marrë në telefon burin në 12 natës. Prep për herë dytë ka ardhë e ka rrah mund dherë shpis. Momentin do me thënë që nana ima a nesh do me thënë mes koridorit në të shpis, a i këtha nana thëtë në ka ullë kapele. Për mos të njohë. Po nana ime nuk ka fëllë. Se nanën time shpesh herë ka dësh me ngrit dorë nanën time. Tu shumë dhe jashtë, ke bojë janë, që ka mënë? Po. Dhe shko për shotë, hasëm këtë burrinë, të që kam jashtë. Kjo është shumë e rëndë. Fëmija ke doja, po, kam qëndër më e më shetë, të zi i vërteti. Kur ka posë së bën hish, kam e të me gëzo. Jo, pasi kam gëzo zhjollit, unë kam 9 fëmijë. Mujtë që kam vujnë me ta. Ka që është më rrëth. Kur erdhëm nga Greqia, unë nuk di me të me gënjy, nuk kam dësh me pa me sy, dhe me thënë që ta gjijam shpiju në atë loj njerëz. Mish në vërit dhe me thënë nuk dhe ta shifsha me sy. O njeri thash, ti ke fotografi thash që të kanë filmu të tjerë thash. I kam thënë lek vlajt vetë, borgjën, tha mund tha, do më napi shtacion të tha motrën tha me veti, ore mere maje për gjithmonë tha. Ky live ka qenë përpara 2 viteve. Kështu është shprehur Preng Laloshi së bashku me nënën e tij për ngjarjen që kishte ndodhur në familje dhe ish bashortja ishte larguar. Por çfarë ka ndodhur sot? Unë e hap dritaren dhe ftoj të riun nga Puka për ta dëgjuar historinë, vazhdimin e historisë, por dhe denoncimin që ai do bëj sot. Preng, përshëndetje. Përshëndetje tryt zotin. Më ke telefonuar sot shumë herë derisa unë gjeta mundësinë që të merja dhe të ishim bashkë. Di, te kam telefonuar, a vërtet.
Edhe te kam shkruajt e më shkruaj. E vërtet, kemi shkëmbyer dhe mesazhe. Po çfarë ka ndodhur, Preng? Ne kemi folur ban 2 vite, gati. Po, përpara 2 viteve kemi qenë bashkë në live dhe ti më ke treguar historinë e ish-gruas. Po. Tani mu Smit, unë jem përgjigje. Akoma. Smit nuk më lën ajo fare që të flasin me mua. Kam as në djallë e vogël, edhe kam thënë edhe në gjykat, që nuk i ka kërku gjykata, nuk më sjell edhe më ka thënë djali i vogël, tha mu tha mbrasin drejt e mi, tha po të folëm ty, tha bab, që i kam takuar në Lezhë. Kur i ke takuar për të fundit fëmijët? Për të fundit djali i vogël e kam takuar për 3 muajsh. Por ti më tregove që ajo nuk t'i lë fëmijët, si e takove djalin e vogël? Djalin e vogël e kam takuar thjesht rastisht në rrugë. Por djalin tjetër, se ju keni 2 fëmijë, me sa kujtoj unë. Djalin e vogël kam takuar, jo të madhin, të voglen. Po të madhin e keni takuar? Jo, i kam shkruar për ditëlinje vjet, domethënë që tani unë kam rënë në Tiranë, unë rri në Tiranë, nuk rri atje më fshat. E qartë, por nënën e keni? Nënën e kam unë. Edhe e kam pas edhe më gjysh nënën time. Dalimi pak dhe më tërgo Preng çfarë ka ndodhur nga momenti kur ti ke qenë live me Odetën. Pra, ju i drejtuat gjykatës për të bërë divorcin. Po. Çfarë ka ndodhur? Jam dërguar. Mund të ma tregosh divorcin? Po, jam dërguar gjykatës për divorc. Edhe ajo nuk ka marrë pjesë. As në seanca për divorc, as do më thënë që më ka akuzuar mu për dhunë, që po ta kisha dhënë do isha marrë në burg. Më kupton? E qartë, ajo është pajisur me urdhër mbrojtje për denoncimin që ka bërë ndaj teje për dhunë? Nuk e di. Nuk keni informacion, por ndaj jush nuk u morë ndonjëherë ndonjë mas nga policia? Absolutisht. Para 1 muaj e gjys, se ka ta man muaj e gjys, mu më ka zerë një ish fistar vetin, do me thënë që e punon me policinë edhe ka edhe më ka godit, edhe e pambava denoncimin edhe në Shkodër. Si të ka goditur? Një familjar i ish-gruas të ka goditur? Fistar, si me thënë që kina... E qartë, në fis, në gjak, në familje. Po, më ka goditur së më dola. Preng, për çfarë të ka goditur? Për çfarë të ka goditur? Për me një ish-gruan. Po patët në një kontakt me njëri tjetrin, keni folur, se si të vi papritur njëri dhe të godasi të gjuaj? Jo, nuk i asë lloj konflikti me ta, unë ne takum mjes, do me thënë, në orën 8 mjesit, që unë dola nga Tirana, do me thënë që merja materiale të shtëpia sipër. Po? Isha me dojmë të me thirëm në përkate. Aty më qenë, edhe aji do me thënë nuk për një që vje pi kafe me ne, filloj shiu do me thënë, dola me që dajnë të shtëpia, sa është doja im është një lagje me... Ishnuse. Me ishbur. Po. Edhe ka këthym, do me thënë, lëmë dajnë më shtëpi me shoferin, do me thënë, dule më ka godit. Nuk po thëmë fjallë tjera, po është qasë më ka thëmë. Të ka ofenduar me fjallë të pista dhe të ka goditur. Po. Alfred më dajnë. Por ky person të ka dhunuar, të ka goditur dhe të ka ofenduar Preng për shkak se kushërirën që ai ka, ju e keni akuzuar për tradhti dhe e keni divorcuar? Nuk ky ishte shkaku? Jo, nuk e di. Ata e din ai. Nuk ka lidhje me punë, si është një fis, do me thënë si me pas morë të dasë, ma më kupton. Por tani o Preng, të lutem, vetëm një njeri me probleme shëndetit mendor mund të dali në rrugë të godasi dhe e kupton që nuk është i vetëdijshëm. Por një njeri normal të vitë të godasi do të thotë ka diçka që atë mlev do ta nxjerrë me dhunë. Jo, atë e din ai, Mos ka horë lek në gjë vetëm më ndel mund parë. Që është hera 3 që po më ndel mund parë, ama si kena fol bashkë. Si të ka dalë 3 herë dhe të ka kërcënuar? O, ta hera 3. Por nuk e mundur. Ka shpërzuar rast ai me mua. Si polic. I përket uniformave blu. Bravo.
Ju e keni denoncuar në polici këtë gjithë të ngjarje që po më tregon? Kam lënë 230.000 lekë taksia. Nga Kamzda deri në Puk. Kam shku në Puk, s'm ka pranuar komisariati i Puks. Më kanë thënë ik në Tiranë, ka marrë në Tiranë aty nga Puka e më kthy. Ka marrë në Tiranë më ka lidhur me Shkodrën edhe kam bërë denoncimin. Edhe sot asaj dite nuk marrin masa për ta. Edhe nxjerr më shtyn tjerë më në telefonit, ku do ha me drejt, ku do pim kafe, ku tek to anena për me fal. I kam thënë ja, nuk e fali unë atë një. I tash preng, nëpërmjet familjes së ti, apo familja jote, ka arritur të diskutoj me këtë person, me këtë policë, domethënë, pse ai ty 3 herë të ka dalë, të ka kërcënuar dhe të ka dhunuar? Kush është arsyeja? Për çfarë e bën? Herën e parë më ka zërë njerëzit mua në qendër Tiranës, masi kena fol bashkë, live. Po, pasi ke qenë live me mua, po? Kam bërë denoncimin te numri te komisariati numër 3 s'kan marrë masa. Herën e dytë më ka dalë ka pas vllai në ish grus, makinë më ka thënë, kam qenë në fshat, masi kam bërë në Tiranë, edhe më ka thënë hajde pim kafe filandan. Edhe I kam thënë jo. Hera e tretë ka qenë kjo bashkëqim doli para 5 javësh, 6 javësh, i disha aty. Ti ndihesh I kërcënuar nga ky person? Po, ndjehem I kërcënuar. Ndjehem shumë. Nga që më shtyn, domethënë, edhe djalja vetë ma kanë zërë në telefon. Dhe çfarë të ka thënë? I biri? I biri thotë, po jo, thotë, ko faj baba ime, kënje për te, në gjëse ti nuk e falë do bajnë një tjetërën. Po, hajde mërzëtni, këtu më ke. Jo, po kjo është e patolerueshme. Po ta shteta të toleroj pra. Unë për një të kam thirrë në telefon. Jo, bëre shumë mirë që e ke denoncuar në polici, nëse ti ndihesh I kërcënuar dhe ky person është hera e tretë që të dhunon, është e patolerueshme. Po ndjehem I kërcënuar, se nuk është halli se jo, se po falem. Por unë kam marrë edhe përsinë e Shkodrës, pse prapë në telefon edhe I kam thënë. Në rast ju nuk merrni mosat unë do sjell gazetar. Për kohë time. Son kam folë edhe me vëllezërit e mi. Son e vetë pjesë vllate kam treguar. Po. Me kanë thënë, nuk ti e fajtor, fale. Në rast se ti si e fajtor mos më afal sekondin. Por kur ky person të ka marrë në telefon edhe I birit ka kërkuar falje, nuk e ke pyetur për çfarë e ke bërë këtë gjë me mua? Pse erdhe më dhunove? Kur s'të kam bërë asgjë? Nuk pranon ai thotë. Ai të thash, qas më ka thënë, deta se nuk kem fjalë me t'i thënë ty që kam vetë motrës, qas më ka thënë. Llogarit e nanën time, do me thënë aty po abi, 30 metra kanë shpinë, me dajnë. Dhe të mendosh që nëna juaj është në moshë të madhe dhe ajo ka qenë në live me mua dhe ka folur. Nana ime ka qenë në Shkodër, si ma patën kërku të gjykata, edhe ish gruaja ka qenë më katë parën e më katë dytë. E nanën time kam zënë nga spitali e qua atje, edhe s'ka pranur ish gruaja për me dalë për ballje. Dalimi pak, e kuptoj, ky polic që të ka kërcënuar, 3 herë të ka dhunuar, që ka lidhje me ish gruan tënde, ndihesh I kërcënuar, bëre mirë që e ke denoncuar, në polici bën mirë që e denoncon dhe tani këtu. Preng, unë dua të flas pak për divorcin, sepse dhe pjesa e fëmijëve është diçka që ty të lëndon, padyshim. Një baba që nuk ka kontakte me fëmijët është e dhimbshme. Ajo nuk u paraqit asnjëherë në gjykat, por gjykata ta ka dhënë divorcin, jeni divorcuar ligjërisht? Jo, akoma jo, po më sjellën lart poshtë. Edhe avokatin që e kam pagu, edhe avokatin tim që e kam pagu, herë vjen në gjyq, herë s'vjen. Sa kohë keni që keni nisur procesin gjyqësor për divorcin? Po divorcin ka një 5 muaj. 5 muaj. I dashur Preng. E kam pagrejton divorcin. I e drejtuar ti gjykatës, e qartë? Po. Kur drejtovën gjykatës, ato më thirrën mua gati të plotësoj vite gjys. Moni e ka ngrit ajo, divorcin. Ai është drejtuar dhe ajo gjykatës tani? Po, ja drejtuar dhe ajo. Po. Gjykatës. Edhe akoma s'ke marrë punë. E qartë, por duke ditur që keni vetëm 5 muaj që jeni drejtuar gjykatës për të bërë zgjidhjen e martesës, pra të divorcoheni si ju që keni shkuar I pari në gjykatë, por dhe ish partnerja juaj,
do një kohë, nga eksperienca, flas nga rastet të cilat kanë trajtuar, shkon deri në 9 muaj, 1 vit të ndodhi procesi i divorcit. Okej, në rregull, jam me ty. Po tash unë zhbor që kam unë asaj, dhe me thanë që më zërë më njerës për para, ose vlezër vetë asaj. Por pse, ju vazhdoni akoma të keni konflikte me kërcënime pas ndarjes? Po normal, se ajo mi kanë zërë, kush më nëzori mu? Alfred ndaj në polisin. Mi dori unë me frikë shpia. Unë kam në shpinë, dhe me thënë mësë masëm shatarin tim, dhe me thënë që është katë flagrans, se e ka zona në ime. Personi që ti e ka pe gruan matë në shtrat, në shtëpinë tënde, është person ish i dashur i saj të kërcënon ty sot? Nuk më kërcënon, po e shtyn ish gruaja ime bashkë me këta këtë polisin që e kanë shtyn, me ndel më para. Ndaj dhe ti je larguar nga Puka dhe ka ardhur në Tiranë? Po, kam një vit e sa. Kam ba vitin në gusht, dhe me thanë që jam shput nga Puka. Për një të shkujt amram, jam shput nga Puka që kam hik mos me e pa fare atë lloj personit. Po kjo është fakt e pa imagjinueshme që një çift ndahet për shkak të tradhtisë. Ajo gaboi, ka jetën e saj, ti ke jetën tënde dhe ju keni 2 vite të ndarë dhe vazhdon ende ky konflikt. Po vazhdon prit. Për këtë time, për jetën time, dhe me thanë, i kam thënë edhe vetë gjyqtarit, o zëni, unë me pa dhënu pse asë më fut mrejna, më fut e mrejna më burg. Pse më let lirë? Unë dokumenta jemi pa fajshëm. Pse së më fut mrejna, apo t'ju sillon media t'ju, i kam thënë, aty. Para 3 muajve më the që takova djalin e vogël dhe ai të ka komunikuar që nuk të takoj dot se nuk më lën dajat. Nuk me lanë, sa më vrasin dajet, sa nga kanë thënë dajet, se po i fol babit, ju vrasin. E po kjo është e tmerrshme, ë? Të pengohet fëmia të takoj babain, kjo është e tmerrshme. Pse si ke kërkuar gjykatës të drejtat e takimit me fëmijën sa të ndodhi divorci? Divorci mund të zgjasë 5 muaj, 8 muaj, 1 vit. Kjo do të thotë që një baba të ri 1 vit pa takuar fëmijët. Ban 2 vite. Ban 2 vite me datën 4 mars. Që kur ajo ka ikur nga shtëpia? Po. Ban 2 vite. Djelin e madh nuk e ke takuar asnjëherë në këto 2 vite? Absolutisht. Absolutisht se kam pa. Po të voglin si e takove rastisht? Tek shkolla? Rastisht se takove në drejtar. Ai të kthim nga shkolla, mi shoh veten, ishin. E unë ala në thirrë, fota dorë në xhep me dhënë 20.000 lekë për shef. Tha nuk në lënë dajt, sa me të folë sa i ka sa. Nuk mund të do të as ta përqafoje? Absolutisht. Prengt ka marrë malli? Po normal, s'm ka marrë malli, ato janë fëmija mi. Mua më vjen keq, sinqerisht. Për ty, që ke 2 vite që nuk i takon dot fëmijat dhe ish gruaja t'i pengon. Por nuk e marrë dot guximin të flasësh me ish gruan për t'i kërkuar të drejtën si një baba që ti jesh pranë fëmijëve dhe t'i dhurosh dashuri. Nuk mund flas, nuk mundem do me thënë që të flasën me ato njerë. Kam komunikim do me thënë, e kur s'mlen më fëmijët për me folë si do të flasën me ta? Me ish Kunetrit, vëllezrit e Nusës. Po vëllezrit me ata po i bëjnë të punë, po kush po i bëjnë? Si nxarrin më njerëz para. E në fakt, ajo që unë të këshilloj është që ti drejtohesh patjetër gjykatës, ti je drejtuar gjykatës dhe jeni në proces divorci, por duhet të kërkosh avokatit tënd që të kesh të drejtat e takimit, sepse asnjë nën nuk ka të drejtë në këtë botë të ndaloj fëmijët të takojnë babain. Ju e keni zënë një avokat, Preng. Dhe kam zënë avokatin, po është avokati është herë më vjen, herë nuk më vjen. Unë të hanën që të vjetëm me gjyqen. Në çfarë faze jeni në gjykat? Në çfarë seance gjyqësore jeni? Jem të sala nëmër 3, te penalja. Penalja? Po çdo ti te penalja për divorcin? Jo, e kam të hanën dhe me thëmë dhe me përdhon familje, tjetërën e kam ditë në mërkurë, te sala nëmër 1.
Pra, Do me thëmë. ti qënke në 2 procese. Bravo. Procesi parë divorci dhe procesi dytë ti qënke i akuzuar për dhunë. Po, se m'ka akuzuar e. Por, si pas asaj, kur e ke dhunuar ti, gjatë saj kohë që keni qenë të ndarë? Jo, në gjatë asaj kohë pa më ndarë. Por pse tani pas 2 viteve është kujtuar ajo të shkojë në gjykatë dhe të denoncojë ty për dhunë? Po. Por çfarë ju ka thënë avokati për këtë pjesë? Sepse kjo është një pjesë shumë e rëndësishme. Nëse faktohet preng që ti e ke dhunuar, rrezikon edhe burg për këtë gjë. Po me pa dhunu dhe isha mrenën, se në dokumenta jemi pa fajshëm. Jo, po ti nuk ke dokumenta, nuk ka lidhje dokumenta, ti akoma në një proces gjyqësor preng, duhet ta kuptosh qartë, nuk e di nëse avokati ta ka shpjeguar. Ajo të ka denoncuar për dhunë dhe ti je në një proces gjyqësor dhe gjykata në fund do vendosi, do marrë një vendim, o do të dënoj ty si fajtor, ose do të shpalli ty të pafajshëm. Nuk ka rrugë tjetër. O do dënohesh o do dalësh i pafajshëm. Prandaj po të pyes. Avokati me ka thënë që unë në dokumenta do me thënë që si më patën thot më pat, te kam thënë si më kanë marrë 24 orë? Nuk e kujtoj këtë detaj. Po, kena folë atë rast live bashkë. Mund të ma tregosh se nuk e mbaj mend. Me kanë pa marrë mu 24 orë, mrejnë, me datën 4 mars, ban 2 vite. Përpara se nusja të ikte nga shtëpia. Fiks. Edhe unë kam delë do me thënë gjithë shkaj pa fajshëm dokumenta. Edhe avokati me ka thënë që ti më dokumenta zotërije i pa fajshëm. Mu më sillin lartë poshtë. Nga Tirana që jam dalë në Shkodër. I dashu preng, por këtë denoncimin e dytë, kur e ka bërë ajo për dhunë në familje? E ka bërë që e ban viti, dhe me thëna ban viti më gush. Pra, kishte një vit që ishte larguar nga shtëpia jote dhe atë ka denoncuar për dhunë. Po, ka qenë më gush. Gushtin e vitit që lan pas. Pas. Dhe nga gushti i 2024 dhe deri më sot jene këtë proces gjyqësor, akuzën që ka ngritur ajo për dhunë në familje. Për dhunë në familje. Unë uroj që ti të dalësh i pafajshëm, uroj që ti mos ta kesh prekur me dorë, mos ta kesh dënuar nënën e fëmijëve. Po jo mërse po ta kisha prek thash edhe herë. Unë sikur ta kisha prekit me dorat, do me thonë unë do isha mren, ose do kisha dalë, do kisha përfunuar edhe burgun, do kisha dalë, më kupton? Se unë kur e kam zerë nënën time nga spitali, e kam qua atje në gjykat, edhe kam kërku dhe ata mu përballë me nënën time, se ti ke fol me nënën time, ke fol live. E vërtet, dhe më kujtohen ato momente çfarë ka treguar nëna jote. Nuk e di atë të kujtohen ajo. Jo, më kujtohen shumë mirë. Një zonjë në moshë me atë shamin në kokë. Edhe ajo ka qenë në katë parë në gjykat në Shkodër, unë me nënën time kam qenë në katë 2. Se kisha 2 gjyqe, edhe për dhunë edhe për divorc. Nëna ka ardhur si një dëshmitare për të dëshmuar çfarë ka ndodhur mes teje dhe ish gruas. Po. Ish gruaja nuk u përball. Nuk për ne mu përball. Ishte me vllajën e vet. E qartë, e kuptoj. E kuptoj, por ajo që është më e rëndësishme për ty janë fëmijët dhe patjetër. Fëmijët pra. Preng, në momentin që do ndodhi divorci, gjykata do marrë një vendim. Padyshim që fëmijët kujdestarinë mund ta marrë nëna dhe përqindja më e madhe ekziston që kujdestarinë e 2 fëmijëve të mitur ta ketë nëna, por padyshim që gjykata do t'i japë ty të drejtat si baba, ti takosh fëmijët një herë në javë, ti marrësh me pushime fëmijët në shtëpinë tënde dhe të pagosh detyrimin ushqimor. Dhe në momentin që gjykata vendos pikërisht që ti ke të drejta si baba për të takuar fëmijët në data të caktuara, ajo nuk mund t'i mbaj dot më, sepse ka një zyrë përmbarimore që ti i drejtohesh dhe ajo nuk ka ku të shkoj dhe t'i fshej fëmijët, sepse nuk i ka pronë private. Ajo gjithjetë ka akuzuar për dhunë dhe për ka mohuar gjithë akuzat për tradhti. Pse se nëzore live? Preng, në momenti që një grua nuk kërkon të dali live, unë e respektoj vendimin e saj. Pse ti doje që aty ishte live përballë teje?
Po, ti shte laj për balë me jetë. E kam ditë, shumë mirë, e kam ditë, dhe me thënë që ajo, kur kam pa unë vetën time, dhe me thënë që kina falë bashkë live, e kam ditë që ajo ka refuzu. Ajo e kishte parë shumë mirë emisionin që ne kemi bërë për para 2 viteve, e kështë dëgjuar me vëmendje. Po mi po mi ka ra, vlaj asaj, prija sheti mi ka ra telefonit e ke ba thej asaj. Ke hedh thej denancim, thamo, i gazetarë. Po. I ta shtu. Edhe ajo po mi ban prapë se këto filma, që e po më zerë më njërë s'para. Jo, po kjo është e rëndë. Dhe ke bërë shumë që e ke denoncuar, dhe duke ditur që ti jeton ke në Tiranë, një nga këto ditë mund të vish edhe në ambientet ku unë punoj dhe të flasim të dy së bashku. Më thuj venin që di që Pa tjetër, do të dërgoj unë lokacionin e zyrës time në privat, që ti të vish dhe të flasim nga afër pa dyshim për të ndihmuar, sepse nuk do presësh procesi gjyqësor divorcin që të takosh fëmijët e tu. Sa më shumë të rriten ata fëmijë, pa dashurinë e babait është e dëmshme dhe mua m'vjen keq. Që ai takimi vetëm që ke patur me djalin ka qenë vetëm 30 sekonda dhe djali s'ke mundur dot as ta përqafosh. Është shumë e vërtet, thash. Ke një mesazh që do t'i përcjellësh ish-nuses? Vetëm për fëmijët, mërse për ata nuk më intereson, vetëm se nuk mles fëmijët mu. Pse më hedh mu tjertë në qapë, pse më zedh mu tjertë para. Ta dhe i thamë në asaj. Sonë si kam gjallë dorësh, nuk i kam asilloj gjallë dorëgjit. I ka prej vetë asaj rrugët. Se kam zerë në rrugë keshet. Është hakmarrje shëmtuar nëse ajo procedon kështu. Sinqerisht. Pa nëzër vetë, ka fut vetën e vetë ma të rrugë, i paftare, unë nuk mu vetëm smin, pse mi pengon mu smin që më të flasë. Pse më zerë mu tjerë para, ta di. Po nëna juaj, fëmijët besoj dhe ajo si ka takuar. Po nëna ime si ka pa fare, që a di që jenë ka ndelë për i shpijë. I kërkon preng? Po, i kërkon, si kërkon. Smin. I kërkon e qalë. Bile, i thamën mos qaj, thamë se jenë gjallë. S'kam delë. Është e dhimbshme në fakt. E pra, po ta shumë nuk di që atë majtë. Gjykata s'po më zgjyt punë. Tjetëri jo. A më koptan. Më përnejt jam drejtu ty. Do shta ti një djalë i ri dhe në gjakzënësi mund të bësh konflikt me ish-nusen apo me ish-kunatin, e kuptoj. Jo, nuk bëj konflikt. Jo, nuk ta them se e bën, por një djalë i ri gjak nxehtë mund të thoj një fjalë më shumë dhe mund të gaboj. Nëna juaj nuk e ka marrë guximin të shkojë të trokasi tek ish-krushi dhe të kërkoj fëmijët për t'i takuar? Nëna ime s'ka takat më, ti e ke pa vetë në telefon. Ti e ke pa vetë në telefon. Nëna ti me kam zërë nga spitali dhe me thënë se është me tensionin s'mon. Sa vjeç vajti nëna? Për 76. E qartë. Nëna imi ka rrip 10 fëmijë. Nënë për zotit i mi gjallë një ka vdek. E ja, po mi binë atët, se nuk kam kështë shpia, po mi binë djali vajt ati që rrim me qira, po mi binë telefon për zotin, se ka shku nona aty për... Se s'di nona të përdorë telefon, për kokë timë. Por nënën ti e ke lënë vetëm? Po jo isham punë. Jo, në Tiranë është edhe nona me mu, po unë jam tani për momentin jam të njërihimi, të djalojës nanës. E ke marrë nënën me vete, jeton me ty në Tiranë? Nënën ti me selakun dhe më për të vdes. Bravo. Vdes onë, mëne kam vlezër tjerë. Jo, je i rita me ndosh të fjalë, por më vjen mirë që e ke marrë nënën dhe jetoni të dy së bashku dhe mos u dorëzo. Lufto për të drejtat e fëmijëve të tu. Askush nuk mund të pengoj. Po s'mi e thyri pse i pengon? Pse nuk përnon e që dali live, si kur dalon? Nuk e shaj se ofendoj, as më intereson puna saj, thash edhe jërë. Nuk du të di se kur shash. E qartë, ajo ka jetën e saj, çfarë ndodhi mes jush është e shkuara, ajo ka mbaruar si kapitull. Por sot, ajo që u lidhë të dyve janë 2 fëmijët. Po, s'mi pse të minale mu. Ose pse shqyën tjerë, do me thënë, të mi zerë mu para. Hakmarrja është e rëndë. Një ish grua të hakmeret me ish burrin në formën më të shëmtuar të pengoj fëmijët, është e rëndë.
Se këto më bëjnë përshtypje, dhe me thënë që s'ka për nuk, do me thënë me fol me ty, dhe me thënë live. Ndarja juaj ka qenë goxha e rëndë, ndaj dhe ajo sot akmerret, mendoj unë, si një gazetare edhe si një grua. Ndarja juaj ka qenë e rëndë. Po si do akmerret me mu, dhe me thënë që unë nuk e kam fot matru. E qartë, por akuza për trafik kanë qenë të rënda, ajo është larguar nga shtëpia duke akuzuar si ju dhe nëna që kishte një tjetër person dhe padyshim që kjo ndarje ka qenë goxha e rëndë me konflikte me polici. Prandaj po them që ajo për shkak të kësaj ndarje në formën më të keqe të mundshme ndoshta sot akmerret dhe pengon fëmijët. Mirë, atëherë preng, unë të falenderoj, do mbetemi bashkë në kontakt dhe të pres. Unë i kom tregu familjes, po familja e më thujnë, ja, është i mirë. Ata të më thonë e ki djallin me tjetër burë, se vllai unë ka qenë i smut në aton kitan, po ndërkohë, mu mi ka dhënë vllav 17.000 e kum bleni makinë, prej asaj kohë ata më thirrin prostitut, zi për çfarë arsye duhet më Në fakt do hatë dritaren për një 46 vjeçare, një shqiptare nga Kosova me emrin Fitore Rexhaj, e cila do t'rregoj martesën e saj të vështirë në shtetin gjerman, por dhe konfliktet me njerëzit e ish burrit në Kosovë. Një histori e trishtë e kësaj nëne, e cila u divorcua për shkak të konflikteve, por babai e dëboi nga shtëpia dhe momenti që nëna e saj ndroi jetë, ajo nuk mundi dot të shkonte në varrim. Do të dëgjojmë këtë histori vërtet të trishtë të zonjës Fitore Rexhaj, pasi ditën e sotme e kërkon këtu në live modetën të përcjellë mesazh ish njerëzve të burrit të saj, por dhe babait të fëmijëve zotit Enver Bajrami. Kështu që hap dritaren dhe ftoj me njerë zonjën Fitore. Fitore, përshëndetje. Përshëndetje, si jeni, a jeni mirë? Mirë, më ke kontaktuar përpara disa ditëve. Po. Je nga Kosova, shqiptare e Kosovës? Jam nga Kosova, komuna e Vushtrisë, edhe të kom kontaktu, se kam pas probleme me familjen e burrit. I kam 3 fëmijë, ata më thuj se i ki fëmijën me tjetër burr, ja kom dërgu fëmijë 3 herë, 2018 në Kosovë. Ka ordoja i ty në vina morvesh, ju më shku edhe policinë atë në Vushtri, po se duket ata policia e Vushtrisë i kanë hiq ato dhonat, s'mudia me para, me të njofshëm as di, edhe doja i tyne më ka tregu, më ka thonë shko të baba me fëmijë, martesën të bine, edhe që shëbin Kosovë, si këtë herë. Se këta janë fajtor, edhe ata ta shte organizojnë, më thojnë, nëse na lajmëron polici, nëse kështu, na kena me të vrak, kena me të prej, kena me të shtin fest, po të baba jem, dërko shkojnë atje, ham pule, bojnë, shtu që mi gjujt 2 familje në kry. Dashu Fitore, ti aktualisht jetë e shtëpia e burrit apo tek shtëpia e babait tënd? Jo, ne jam në Gjermani, jetoj veç me fëmijë, qëto me 3 fëmijë. Aktualisht je në Gjermani? Po. Por burri ku është burri juaj? Edhe ai në Gjermani, po jetën Damas. Por burri nuk i pranon fëmijët, do më thënë çfarë ka ndodhur, se këtë s'po kuptoj. Kush ta akuzon ty për fëmijët? Jo, fëmijët i pranon, po familja e burrit, po tani unë e këmangër maltretime, reja. Ata që në Facebook ka falë, shoj familjarët e mi, këta me ndosione për i shoj. Bo kështu në aton kiton, diri sa shkuvan të avukati mu divorcu. Edhe tani ata ma folën martesën, kena me dhonë leket, se të kena lëndu. Nga jo ditë s'mi kanë dhonë, edhe mive s'jaf kena botesin. Babai e njeh fatësinë e fëmijëve? Po ai s'm ka thonë kur kam bërë tani për Facebook, ai më ka godit, mu më ka rre, unë me thik, mu më therë, ma ka kop me lëshin këtu, ma ka prish. Ma ka im ftyrë, ma ka drodhu ftyrën. Të ka dhunuar? Ma të rëtim, vesh, zdi, unë i kom tregu familjes, po familja e më thujnë, ja, është i mirë. Edhe atër, detyrova mundo me jetu vesh me thmi. E dashu Fitore, më lijon të pyes? Po, pa tjetër. Ju aktualisht sa vjeç jeni e dashur? Unë jam 26, shtatori bëj 27. Edhe 100 vjeç u bëvsh. Babai i fëmijëve si quhet? Enver Bajrami. Si e njohur me Enver Bajramin? Unë e ku marrë të vëllau me vizë,
Edhe tani kështu me mësit, që shi thohin ana kosovare. Po, me mblesëri, themi ne. Me blesi, po. Para sa vitesh je njohur me Enverin? 2023-ën. Edhe djalin e kam 2024-ën, tani kum pauzu 8 vjetë e gjysë, ata të më thonë e ki djalin me tjetër burë, se vlla jonë ka qeni smut, në aton kiton. Kur e gjeta dhe këtu 2 shupat, ata të një moja nesër edhe ma shumë më maltretu. Atëre, ti je martuar në vitin 2023? 2023 e martu në Gjermani. Por 2023 ti ke bërë 3 fëmijë me Enverin, apo i ke nga martesa e parë? Jo, me Enverin, 3 ti ka me të njëjtin babë, me të njëjtin burë. I bëre vit pas viti? Njerë djalin, tani kur më thënë ata si sosh djali jëtë, në pauzova, kështu shamundojo, hajtë se bëhet mirë, hajtë se diskutojnë familjet. Këta veç diskutojshin, po shkur shqip në hangë shumë shtres, ata vazhdojshin jetën e vetë. Kur e gjeta edhe 2 shupa, tani ata janë nisën edhe mazi mu maltretu, mu fangë, shmës. Fitore, të lutem, ti ke 3 fëmijë. Po, Sa vjeç që ke fëmijët? djali ka bo 21 janë qershor, qika 14 edhe tjetra qik 11. Por si i bëre me Enverin? Ti me Enverin në vitin 2023 u njofe. Ti me Enverin aq ke 2 vite. Jo, me Enverin jam njoftu në 2003-ën. Në vitin 2003, po pra se s'po më dilni llogarit. 2003. S'po më dilni llogarit, thash nga 2023 si i bëri 3 fëmijë Fitoria. Unë kam dash nga ju se unë jam shku policinë e Kosovës miliona herë. Atëri të Jam shku lutem. edhe te baba, nuk Fitore. tregu realitetin. Fitore. Askush s'më ka besu, kum dash nga ju se me sharu qëto me policinë e Kosovës, ku me të nxonat, kush organizon më vra, pse më vra. Fitore, të lutem. Në 2003 ti more një vizë dhe u largove në Gjermani te vllai. Po, në që erdha të vlla me vizë, se jam kanë smut me operu stenosët ka marrë në Gjermani. Tani si e me shëndet, apo e ke kaluar? O, i ku ma operu shumë shpesh, po mirë. Të uroj shëndet. Ti në vitin 2003 u njohe me Enverin, i cili dhe ishte një shqiptar nga Kosova dhe jetonte po në Gjermani. Po, Në çfarë vendi të Gjermanisë keni jetuar? Enveri ka jetu në Koblencë, ne kum jetu në Duisburg. Sa vjeç ke qenë kur e njofe Enverin? Kam qenë 24. Por Enveri sa vjeç? Enveri në atë kohë ka qenë, me thamë 32 më po këtë 32. E qartë, si ka qenë martesa juaj, se ti ke jetuar në Gjermani apo në Kosovë me Enverin? Në Gjermani kum jetu e kum martu Enveri u ka me 2 euro në gjep që shqithojnë në Kosovarët, ka pas borçe nga Gjermanka, une Kush Gjerman? personalisht kum punu, po kum Si martim nga borxhe? shteti dhe Fitore. Si borxhe nga Gjermanka, se kuptova. Pse ky ka qenë me një gru Gjerman për shkak të dokumentave. Ka qenë i martuar me një shtetase gjermane për të përfituar letrat aty. Po. Për me fituar dokumentat, edhe ajo e ka fut në kredit edhe e ka hedh jashtë. Ka fëmijë nga martesa e parë Enveri? Jo, në zdi s'kam, me sa di jo. Mund të më tregosh pak për jetën që bëri me Enverin në Gjermani? Me Enverin kam jetu në Gjermani, e kam që djallin 2004-ën, kam lo borçet e Enveri që ka pas kreditet për Gjermankës për mos me aprish shteti Gjerman dokumentat, se ka marrë vizën. Ju mënu me ashtë mundësi sa kum pas, i kum dërgu edhe lek familjes burrit, i kum dërgu kanë shkune për pushimin e për dursa dhe për këse, po ndërkohë, mu mi ka dhëmë vëllat 17.000 e kum bleni makinë, pre asaj kohë ata më thirin prostitut, ki thmin me këta, edhe pavarësisht se në s'kum punu kur në Gjermani, se më kanë smut. Por kush të thërret kështu? Ata kunet, familja e burrit, njërën alë më kanë thonë në atë kohë, dil për shvije se kena me të vra, kena me të vra dhe vlam, tjetërën anë kanë shku të baba edhe të policia e Kosovës, kanë thonë jo nga se ngucëm, jo kështu, jo ashtu më kanë lanë gjithë mu fajtor. Por bashkëshorti jo të Enveri si reagonte kur familja e ti nuk të donte si nuse? Enveri e mbronte familjen e vetë, edhe Enveri e gënjej ke babën të se ki jo kjo, po gënjen se ata s'janë të ba, deri apo më zonë me video, se ata janë të i ba.
Por pse nuk të donte Vjera dhe Vjeri dhe njerëzit në Kosovë, si nuse? Jo, Vjeri, ata kanë vdekë si kom njoftuar, ata shkunet, ata... Po, kunetrit... Por modra aty ka jetu në Gjermani, ka thonë si kishe Enveri qenë ka i smut, e unë i pas në thmin me një burë tjetër. Po varësisht se Enveri së thonë situatë ashtu. Por pse, nga se vuan Enveri, çfarë probleme shka Enveri? Për momentin korçu, po edhe në atë kohë, ka posë dishka në i farë smundje si me dyshu, si gjonë të mi, ose që ata familja tina, si kanë bo shpifi qështu. Por sa vite qëndrove me Enverin, martes? 15 vite qëndrova me Enverin, 2013 me ta 7 zonë, në qiken e vogël, kur ata më kërsnojshin, se jemi 7 zonë, se kështu kena me të vra, edhe në 2014, kur e linda qiken, unë e undova me një ren, bana divorcin. Por, dua të më tërgosh, në këto 15 vite martes, si lindi konflikti në familje, mes teje dhe Enverit? Për mes familjes tyre, mësarën, se për shkakun kur ju dërgoj shonë lekë, ata mi marshin lekët, kur i pyqa, i morët lekët, unë si nuse, do isha për respektit, a i morët lekët si shkoj strata, ata jo i prostitut, jo kështu, jo në ata, edhe unë e normal tani të regojsha familjes teme, po për kush zbesojke. Se ndërku ata mirë që shkojshin të boba ato, u paraqiqin kishe jena në atë mire, din? E ta shufitori se po më habit kjo marrëdhënia juaj me njerëzit e burrit në Kosovë. Ti ke takuar ata nga afër? Po mëre, dhe kam qenë shfityne, kam qenë kështu si musafir, veç shkort. Se i kam pas pun të likshë dhe unë kom bujt gjithë të familje e babës. Por si të kanë pritur kur ti ke shkuar në Kosovë në shtëpinë e tyre? Si të kanë pritur, me thashë thejme. Veç dhe sa ti kanë marrë lekët edhe... Kush konkretisht nga njerëzit e burrit të akuzon? Gjafer Bajrami, Kunati, janë 4-5 atë se organizojnë atë edhe më vra, edhe zi për çfarë arsye duhet më vra. Por ti nuk e mundur do të flasësh me ta që pse nuk të duan dhe pse sillen kaq keq me ty dhe mbi të gjitha dhe të kërcënojnë, që është akoma më e rëndë. S'ke mundur do të flasësh me këta njerëz? Jo, ne kam shku në 2018, ja kam sjell 3 herë fëmijë nga Gjermania në Kosovë, ja botesin e dënës, ju kom thonë urdhani shet fëmija, po dyshani, urdhani veç mos u maltretoni mu. Është miksia ligjore dhe por ajo i din më të mirë. Është një budallik fitore, që të marrësh fëmijët dhe t'ju bësh analiza DNA-je, se xhaxhai nuk beson që janë të vllajt, kjo është një budallik. Është tjetër kur ta kërkon burri. Nëse burri dyshon, deri këtu ka kuptim. Të bësh ADN që t'ja vërtetosh burrit që fëmijët janë të tij. Por të bësh ADN për t'ja vërtetuar Kunatit nuk ka logjik. Pse e ke bërë këtë veprim? Se doja i burrit më ka ftu, më ka thënë këta, po dyshojnë si ti i ke fëmijë me tjetër burr. Hajde, sjellë fëmijën dëshmoja, dhe unë ashtu ku menu për. Atë se më kone pashtë e pastër kështu, kom pas shef me dole vërteta. Po është një çmenduri dhe është një budallik sinqerisht që ke bërë. Por babai Enveri si ka reaguar? Enveri na ka maltretuar neve këtu, varre pregadit, no hajde shkojna, kur kena shku në Kosovë, ata kanë i kena shku edhe te policia në Vushtre, ato edhe policia i kanë shef ato krimet krejt. Por Enveri, babai i fëmijëve Enveri ka kërkuar që të bëhet analiza ADN-s? Të ka akuzuar ty për tradhti? Jo, Enveri jo. Po kur babai i njeh fëmijët, ç'pun ke ti me fisin e babait? Se ata ndërkohën e kom pas një vllatë në Kosovë dhe kanë thonë nëse ti nuk i bjen fëmijën ose nuk del pi shtëpie, kena me ta vra vllaun. Edhe unë tani u detyrova nga doja i tina, mi sjell fëmijën në Kosovë. 3 herë apo më sjell 2018, 3 herë. Edhe mas mbrëmti më kanë lënë atë në rrugë. Kanë thënë shko te baba se më pranoj ke shtëpi, ata s'm pranojshin edhe me ta kështu. Por babai jot pse nuk të pranoi? Se baba jam mendoj që se unë po i bëj për veti për me marrë një burr më të mirë, më tjeshëm, më të rria, që po diun në atë kohë. Por sot i ke kontakte me familjarët e tu? O, kam kontakt tani, po 8 vite s'kom pas kontakt hiç, tani kam. Tet vite ti nuk e patur kontakte me babain, me nënën, dhe shkaku ishte Enveri dhe familjarët e tij. Shkaku ishte kjo dhe shkojsha në policia atje në Vushtre.
Ju tregojsha, po Por ti nuk mundet do t'ja sqaroje nënës tënde se çfarë të akuzonin ty ata? po nëna tash ndjera kanë ndru jetë, po në atë kohë, si në Kosovë, fjala e grus nuk ecë edhe shumë. Pa dhe ava tregoj ose. Dhe kjo është një fatkeqësi e dashur fitore, sepse edhe në Shqipëri shumë gra dhe shumë nëna kështu trajtohen fatkeqësisht dhe në Kosovë, dhe mbi të gjitha familja, prindrit, nëna dhe babai, motrat, vëllezërit, çfarë kanë, nuk i përkrajnë, dhe kjo është një fatkeqësi shumë e madhe. Jo ne kom desh me të marrë ty në telefon edhe me kontaktu me policinë e Kosovës, kush janë ata njerëzit, kur unë me dëshirja ku sjell fëmijët, kush janë ata njerëzit se dojnë më vra, më prej, më shithes, kur djali jam shkaku i tyre shkon te psikologu për shembull, se tutet. Edhe pse i ka 21 vjet, thotë mamën, po shkoj se nga problemet, nga stresi. E dashur fitore, në momentin që ti shkove dhe çove fëmijët tek Kunati, si reagoi ai? Mund të ma tregosh momentin në 2018 kur ke bërë shumë gabim, që i ke marrë fëmijët për analiza DNA-je, por kur ti shkove, si reaguan ata? I takuan fëmijët, çfarë të thanë? Na shkum një lokal, s'pare shkum një lokal në Vushtrën, qytetin e Vushtrisë, u taku me dajën e burrit, bisedu ato, unë bashkëshorti edhe 3 fëmijët, edhe ai ndërkohë tha vinë ata 3 kunet, 3 vllazëria burrit, kena me bisedu, unë i thash ku i keni fëmijë, ja ku sjell bone testin, Ishte çka do të më bë? Ishte edhe Enveri aty? Po edhe Enveri bashkë me neve. Por Enveri e diti që ishte babai. Me tani shkun te policia, doja e tyre fakt kjo nuk shkon kështu. Po të përgojen, po të fëllishin, po të bajnë, po të zhytin, do të merë lajmëru rastin polici, unë e lajmërova rastin polici, po policia e Kosovës mund ka me të hotrë shumë për policisë Kosovës, se ata në vend të me një krimin, ata kanë shumë një deklarat, këshoni, ju më ka 9 vjetë izolune, me trauma psiqike, a unë për 2018 deri tani më shkon, në ashtë 30 herë jo, veç 20 herë në Kosovë. Edhe me fëmijë, edhe pa fëmijë, edhe unë e rriti fëmijën vetë. Por kur unise për në Kosovë, dhe i thejnë Veri do bëj analizat ADN së fëmijëve, vetë babaj si reagoj? Po edhe kjo me neve ka arë bashkë, në shku bashkë. Ishte dakord ai që ti të bëje analizën ADN së fëmijëve? Po ishte dakord se ke po të thojnë, bani analizat se nuk muna unë më vra me vllazni. Po ç'pun ka vllai? E po si kosovarët mos. Po kjo është çmenduri tani në 2018 në atë kohë, të kërkoj vllai më bëj analizat nusës së vllait të ADN-s fëmijëve se nuk besoj që janë fëmijët e tu, kjo është çmenduri fitore. Jo është me, po të regoj une, nga ata kanë qenë Facebook-a falë, kanë sho familjarët e mi në temin, kanë sho bajanokën e vllot, në temin, kishë une po du di shka pejtina. Kretëm kanë qitë posh, kështu, edhe ndërkohë kër i kanë batu ato gjëra, une kom hangër rrej maltretime nga familjarët e mi, po edhe nga Enveri, se s'm kam besu kanë thonë se ti po i banë. Edhe në 2018, masi kena shku të policia, ka shku Enveri natën atje në fshat, ta ishin të bukrejt një dhomë, një këtë familjarët, edhe të organizu më vra mu, të organizu me qilë Facebook atjerë falsu, në mentimin, mi shatë gjinë në që po dirë, mi ju thonë, edhe me shku të policia Kosovës me mashti jemin, edhe të baba jam me thonë kjo po i banë. Apo i kuptanë? Me shohë mikun e vllahut tem, motrën tem, burrin e motrës, që shtu familjarët edhe me shohë më punë të vetën edhe me shku të policia më denoncu në polici. Edhe pse unë si kom batu kur. Fitore, me sa po kuptoj unë ti problemin e ke pasur me burrin, jo me njerëzit e burrit. Se një burr që nuk di ti vendosi pikat mbi i, ti tregoj vendin vllajt dhe nusës së tij, për mua nuk quhet burr. Po edhe familja em kanë thënë, kjo është kryesori se kjo dosh me ndërhy. Ose mi leqit ata mos me fol, ose ka pe grun mos e maltretot shot te baba i. Mu më sjell te baba dhe s'ka pas nevojë as me mahim fytyrë këtu, as me mahim shpinas. Ku unë 2-3 herë edhe policia Gjermanisë më kanë marrë, unë kanë quf test,
kam shku se ne me në temin i kanë shotë gjinën në për Gjermani në për Facebook-a. Edhe unë kom shku të policia, kom deklaru se këta i bojnë. Ja kom të shmu me fakte, me video, me shkrime. Edhe atër policia më kanë lënë të lirë. E dashur Fitore, në momenti që ti solle fëmijët për të bërë analizat ADN-s, ata ishin të rritur? Djali i ka pas të 2018 10 vjeç, Po, ashtu më duket, edhe tani këto dy vajzat më mbrapa. më të vogla. Por djali që ishte 10 vjeç e kuptoi apo nuk kuptuan asgjë? Po, fëmija e kuptojnë edhe tani, edhe kanë erë më kanë po pyetje, se Tani nona, po. na ke gjithë me tjetër kanë, apo ishte fëmija të pysin, po ti dëgjojnë bisedat. Dhe si ke reaguar kur fëmijët kanë pyetur, se është e tmerrshme që fëmijët të dëgjojnë gjithë këto debate për atësinë e tyre dhe ti drejtohen nënës na tregon të vërtetën kush është babai. Kjo është shumë e rëndë. Kur ti tregon që babai është Enveri. Unë tregu fëmijëve dhe ju kom thonë kjo është baba ju, ato fashëteme që i kam fol ata, pse unë jam pak fajtor, se kom martu këta me 2 euro në xhep, me borxhe, ju kom dërgu aty në vlek të fëmijëve të operacionit, si kom lindu fëmijë me operacion, normal se kur t'ja dhash bukën dikujna apo të shojke. Por kur ti shkove në 2018 për të bërë analizën ADN-s, ish kunati jot i cili e kërkonte këtë gjë, erdhi i takoi fëmijët, erdhi të takoi ty dhe Enverin? Po, erdhen i lokal ato, erdhen 3 kunetët, erdhen edhe më thanë, tona zezat ato prezencojnë vetë, kur e vërtetoja i doja i vetë të këta po më thujnë mu të lifar fjalijet në dyce e kësho, më tha mua Fitore merri fëmin, i këte baba jytë, edhe shkon polici para qitë rasën, unë shkova në polici, ja shova me video, me dhunë që shumë kanë rej me fotografi. Si dhunë? Pse kush të dhunoi? Policia Kosovës kur së më thire atë gjykata asë asnjë. Të dhunuan lokal? Jo, ata jo, veç me fjalla, ma Enveri po, Enveri edhe me dhunë fizike. Por kur themi me fjalë, kunati të ofendoi keq? Po, prostitut, kësëmini ki me për një njeri si kish vdek një ushtarë të qëkës, pse edhe unë nuk e një ata se ka marrë Gjermani mëtë. Por pse, ata ty të akuzojnë që ti ke pasur marrëdhënie me një person tjetër? Ata më akuzojnë mua se kë gjëja se Enveri ka qenë i smut, e unë e kish i kam fëmijin me një ushtarë të qëkës si ka vdek, ai ngrati kish vdek se e kom po në YouTube, në Google, kështu ma te kom kërku tani, kush është ai. Pra, ta akuzojnë që me një ushtar të UÇK-s, ti ke sjell në jetë 3 fëmijët dhe jo me Enverin. Po, sipas ty ne unë i kam sjell fëmijët me atë ushtarin. Po Enveri që e bëjnë të sëmur, Enveri e di vetë, është i sëmur apo jo? Jo, Enveri s'është i sëmur, po veç ata kanë bërë Po mirë, shpiti. Enveri pse nuk reagon që unë nuk jam i sëmur? Se kuptoj fare Fitore këtë historinë tënde. Enveri ka reagu, ne kom dash me ta jep ty edhe numrin e Enverit, me kontaktu me Enverin. Enveri ka reagu, po këtë është se ata jem ba me shumicë, 70 anëtar të familjes grupë. Jo, mund të bëhet dhe gjithë fisi, edhe 100 dhe 200. Po kjo nuk ka lidhje. Unë ka përshtypjen që Enveri nuk do jetë njeri i Zoti, ose do kenë ndonjë problem. Edhe unë tani këtu ju tregova vllaznive, thash po më thojnë til nga shtëpia, kena me vro vllon tën, kena me bëkështu. Vllaznia normal, vllaznia mi, unë tregun thash shko te avukati, unë shkova te avukati këtu në Gjermani. Avukati ja dha Enverit 3 din 5 javë, afat me shku me diskutu me familje. Enveri nuk tha oke, unë vjen kesh, po shkoj në Kosovë. Po Enveri e kapi thiken, ma ngulli mu në bark, Au. ma kapi milëshin këtu të, adhe ku i kena këtu brit këtu të barku. Edhe dhe i sa më dur mu shkum prej goja, orgzova, në nërë shkova nalë, me krye, me shpirt, dikur ashën poshtë, edhe ka dalë këtu, Enveri e ka thirë babën tem, Kosovë ka thonë, e rreja se në zana me një tjetër burë. I ka mbrojt Enveri familjarë të vetë. Tani të lutem, a i të ka gjuajtur me thik? O, me thikë edhe ma ka hinë me lëqi, mi ka shit duart këtu, nërë briq, atë ku e pata gjithë qike në vogël me operacion. Dhe kur ka ndodhur kjo ngjarje që a i të ka gjuajtur, të ka goditur? Jo, ka ndodhë 2015. Por pse nuk e ke denoncuar në polici?
Se s'kom dash mi denoncu në polici se i kom pas fëmin e vogël i më tutë si po mi merë shteti Gjerman. I kom rujtë fëmin. Dhe ti ke duruar dhunën? E kom duru dhunën edhe kom nejtë që shu e therne, maltretune vetën me 3 fëmi, familja iken, ata i bonen ato s'dane tiken, unë e po të lërë më isha shtetin Gjerman, mi marrë këtë fëmin, u kësha fëmin, që kom jetu me fëmin gjithë. Por nuk shkove në spital? U mjekove në shtëpi? Jo, shkova të një shoshe këtu edhe ajo me ndihmoj një shoshe e Maqedonisë. E shova banesën shkova të ajo, derisa u largu e mveri për këtujt edhe derisa u ba pak ma qëtësi. Dhe ti vazhdove prap jetesën me Enverin dhe psa i të goditi me thikë? Jo, Enveri tani ka banu një banes vetën, une kom banu qëtu ku janë, me thmi edhe në 2018 tani javë kom silë thmin, kom thonë që e dëshmia, për javë bitë thmin ma si po i kërkani. E dashur fitore, kjo ka qenë hera e parë që të ka dhunuar, të ka goditur, apo të ka dhunuar dhe herë të tjera? Jo, Enveri deri sa familja vetës ka ndërhy, Enveri s'u ka dhunua, se mu mëra, mu godita me dishka, po dikur që të nata në depresion, si natë e ditë të e thirë të i thonë kështu, gruja jo të thmija tu, janë tut. Por fëmijët sot që janë të rritur, si kanë marrëdhëniet me babain? Dhe si reagojnë në këtë konflikt, kur shikojnë dhe nënën që vuan? Po, fëmija, s'ka ka me bëtë shkretit, janë shkoj të psikologu me diskutu. Vajzda mu ka rëzu për i 15 metra në shkollë, ka ra poshtë, i ka pas 9 operacione. Ja kanë prej kamen, ja kanë gjitë kamen, që premë të në karë për i klinike. Regova ditë si ta shkujta jem klinikë. Pra gjitho probleme që pas keni me fëmijët? As kush, për që ta në këm dash nga policia Kosovës. Me ndërhyjë, mi pru njerëzit para gjykate, pse mu maltretune me thmi. Kur one për shembull i kom linë thmin me operacione, me atë shpricin se ka marrë me linë thmi, ata lekja ku më dërgu familjes burët që ju kam fukara, ata më thirin prostitut, me thirin thmin kopila dhe më njëllosin mua dhe i marrën teme dhe thmive të mi. Por fëmijët kanë kontakte me babain e tyre sot? Po kanë kontakt, sore nuk e ndale edhe pse ata kanë folë, ne debatoj me Enverin, ama fëmijëve nuk jam daloj ata. Por me xhaxhain, me njerëzit e babait në Kosovë, kanë kontakte fëmijët? Jo, ata ata si dojnë fëmin, ata thojnë kemi tjetër kënë. Por fëmijët si kanë reaguar? Çfarë të thonë në gjithë këtë histori që ka ndodhur? Se ata kanë qenë dhe prezent kur ai babai Enveri bashort juaj të ka plagosur. Si reagojnë fëmijët? Kur më ka godit Enveri me thik, qika vogël u kanë këtu, i ka pas 13 muj, veca e pak nis me hitë. Djali ka qenë shkollë, edhe qika e madhe ka qenë në atër në shirë dhe në kopsht. Po në tërkohë thmija kanë kuptu, edhe dinë thmija, kanë thonë të ka me të tush, s'kisha me po. Jo, ke çfarë të bësh, por gabimi jote dashur fitore që ti nuk e ke denoncuar në polici. Dhe si e ke duruar dhunën? Unë e kom denoncu në polici, po edhe Enveri për shembull nuk ka kërcënu gjithë, nëse më denoncu në polici, kom e ta vrau vllahun, kom e t'i vrau vllazin. Kur takohet me vllazin e mi, ja vërrej kratë, thotë jo, jo më i mirë, jo kështu. Po nuk janë burra këta, për mua këta nuk janë burra, që kërcënojnë gratë, i dhunojnë gratë dhe i mbajnë në presion gratë. Kështu që gabimi jot më i madh është që t'ja të divorc që ke bërë sot, do ta kishe bërë që herët e dashur fitore, që në momentin që ai të ngriti dorën dhe të akuzoi për tradhti dhe të goditi, ti duhet ta ndaje atë burr, nuk ishe pse e mbaje. Unë ojta ju mërzit se çdo herë kur e kom martu këta, ky s'ka pas lek, s'ka pas pasuri. Unë kur ju martu me këta kom flajt kështu sikur në tokë, atë një që thonë gjermanë një matracë të hollë. Edhe çdo ditë i kanë ardhur borxhet pe posta, pe banka, pe gjermanëve. Unë e mundu me atë mundësin teme, sa ku marrë lek nga gjermanë për fëmijë, si rriti fëmijën ose djalit. I ke larë borxhet. Që shjepin këtu ka 250 euro, në atë kona i kanë dhënë ka 199. Unë me ato lekët i mundu me ala e verit borxhet për mos me prish dokumentat. Edhe pse s'kom pas vetë dokumentat, unë i kom po përmes e verit dokumentat. Po kom dash, po du me të thonë me një fjallë, me kriju familjen e mirë, si mos mi pas borxhe as shtetit, as kujshis, as mikut, as kuj.
Sot je 40. Edhe në ato kuqe kom dalë paret, një anë kur kam pas familja burrit, nevoj për ndim. Unë edhe vetë jem shku, ju kom ble roba, edhe vllaznia mi kur ka nëthu me makina për Düsseldorfit për Kosovë, unë vetë jem dalë ka 4-5 orë, ka 4-5 ditë, ja kum kam binu kretë familjarëve të burrit, ka 2 parteshe, ja kum që për dhorata, roba kështu. Por ata... Po, baljavën. Por ata as të kanë respektuar dhe mbi të gjitha të kanë ofenduar, dhe pse ti i ke respektuar, i ke ndihmuar. Jo, pilin një herë më shku një darsë në Kosovë dhe ta, po ta ciku edhe këta, edhe që shkojnë me në dresh frizurat e këto, edhe në granimit, femrat. Shkova të frizer, ka i pagujta për 7 gra, 225 euro, edhe erdhëm shpi, kur shkum të aju familjarë darsën, që shqibojnë si fshat. Po? Ata lujten këcejten ato krejt, ato kunatët e mije, ato të familjes burrit. Edhe kur u kry darsë, më lanë mu vetën ato në darsëm, ato iken atan, unë shkova në për fshat me ato 2.000 e me atë fofor, vetën të familja burrit e burrit. Por, edhe më lanë ato. Të bëj një pyetje. Edhe pëse unë jam me në virin ku jetu 15 vite, kur familjarët, asja ku në shmu e fjallë, asja ku më shkru, asi kom thirë kështu në telefon me diskutu me ta edhin, ose për haj bajrame, ose gëzuar vitiria dhe kash. Kur kanë lypt lek, ju më dali ku më dërgu, ku më kujtu si familje normale. Ti ki jetuar... Po ata mas ishti ma kam basi, ma kam përshpunin edhe me familjet. Familjen time, se familja eme është për mu ma e shtrajnë të botë edhe të mija mi. Ti ki jetuar 15 vite me Enverin, e ke dashur? 15 vite ku jetu me Enverin, edhe që 10 vite jena nda. Edhe sot e asaj dite këto debate nuk nënin kur. Ti e ke dashuruar Enverin? E ke dashur? Po, unë në atë kojmë kanë edhe e re, ku të koj familja, hajtë merë qëta, se ko ka file e mirë, hajtë bëjtë merë. Nuk e ke dashur? Jo, e kom dashur edhe si ka pas borë që kështu kur si kom ba problema, diçka. Por unë besoj... Normal me mërveq që jena martu. Por unë besoj që ai nuk të ka dashur, se po të donte, do të respektonte si nëna e fëmijëve. Ai da unë jam me grus, dia ka në Kosovë, anë Shqipëria në Gjermani. Kur një unaz nuk e kom ble, kur vatë s'kom gjitë, kom punu si kur burë, kom malë të renovu këtu banesën, se në të kejtë vetë. Edhe dur t'i kom sot si të burra, se punoj, e ata me thidhin në të rëthmive prostitut. Vetë si i kënë gjimu vlop të aty në vja ke la borqet, ajo të merë. E turpshme është në fakt që ish kunati të thërret kështu dhe të ofendon dhe të kërcënon. E dashur fitore, por me familjen tënde, si e gjete? Si të qasi nëna dhe babaj në shtëpi pas 8 viteve? Nona ka vdek. E ndjera? Vesh jam të shku. Kam shku të klinika, ato e kom vizitu, një ditë pa vdekje dhe kam marrë në Gjermani. A më vorrem kështë s'ko marrë pjesë, shko për i këtyre probleme. Se s'ke mundur do të ta përcjellësh në banesën e fundit? Jo, se shko për i këtyre. Kur u kona ona janë gjithë smut, u kona jo e verbër, 9 vjetë s'ka pa. Tani ka marrë paralizë dhe më ka thirë motra, më ka thonë, nona është shumë lekë, shajte kam shku veç një natë e kom pa. Edhe jam këtë në Gjermani, në spital, ato në klinikë. Po pse babaj nuk të qaste në shtëpinë atë kohë? Jo, baba, doj këtë ke, nëse nuk rrinë me atë burin, mos të majtë në shtëpi, unë i thësh ata po më thëjnë kështu, po organizojnë më mbronë, kanë thonë dilë për shtëpije. Po baba, nuk besoj ke. Baba e di, ju kanë dhimë fëmija babës tim, edhin, ka thonë mos t'i ndajnë apë i babës. Një anë e kuptoj babën tim, se s'ka dosh, s'ka pas qef më pa mu rrugë, ose vesh me thëmi. Por çfarë ndodhi? Si arrite të gjeje komunikimin prap me babajin? Një vllai kom në Amerika, ju më ka kontaktu gjithë rregullisht, edhe më ka ndihmu, po pa dijenin e këtyre ftyrëve. E qartë. Edhe një vllai kom Bilifer Gjermanisë, ajo kunata, çdo ditë më ka marrë telefon, më ka pyet si je, më ka dhënë informata për familje, si janë, jo informata dështune diçka, lajme të këqija, po lajme pozitive.
E kuptoj. Nga i ka thonë, jena mirë, mos u bo marak, are ko mu bo mirë, kimi a dollë. Edhe në tërkohë tani, kur mu ka rëzu qikan me 30-in 2024, në shkollë kanë gju 15 metra poshtë, atër familja ime tani ja ka nisë kontakt me mu. Pra, kur vajza pësoj këtë aksident, atere familjarët erdhen dhe të hapën derën dhe të ndihmuan. Familjarët e mi erdhen edhe parën çfarë gjendje jetoj, çfarë kushtesh, edhe pse kur kam shku në Kosovë, nuk jam dërzu, jam shku gjithë në abort shtëpisë, jam shku te shtëpia, jam shku te Hoxha, se jam kanë e pastër, s'kam dash më dërzu. Edhe pse kam marrë fjalë trona edhe për familjarët e mi, po prap jam shkuane, kam tentu gjithë me kanë mirë me njerëzve. Dhe si ndieshe kur vijete oborri i shtëpisë dhe nuk futeshe dot në shtëpisë se të lindte babai? Gjithë ato vite. Shumë e rëndë, se ka pas raste për shembull kur kam hyp në avion, edhe që bisedoj gratë shqiptarëve njëri me tjetrën, edhe më kanë pyet se kishe familjen, çyshe kishe babën, nanën, unë desh si më një farë romulla, u sill kry një farë si romulla kështu, si nervoz kështu, po pavarësisht atoj stresit, kom thonë mirë, derisa kanë kalu që ato 5 minuta që asaj bisedës. Dhe të besoj për këtë pjesë, do me thënë në vitin 2015 ti u ndave nga Enveri, babai nuk e pranoi ndarjen tënde dhe nuk të qasti në shtëpi për 8 vite. Për 8 vite une kam hyrë apor shtëpisë, si kom tregu, kom thonë mane, jeni gabim, ma kanë bo kështu, më kanë rej, po familja me motrat jenë munua tu këtu kanë erë me fort, po edhe ato s'kanë dosh me prish qetësinë e vetit, familjes të vetën. Por sot, babajnë e keni jetë? Babi është një jetë, po sot kontaktoj me babin normal. A i e ka pranuar tashmë divorcin tënd? O, më mu më vronë për kësa ta familja e burrit e Enverit, për shembull gjithë këto se ne i kam bëha dhe kur të takojnë babën te me përshëndetin, pse edhe one nuk du me përshëndetin. E kuptoj. Tani babi ka njerë të thejtë, thotë jo, janë të mirë, jo, ke gabu, jo, kështu. Por babai gjithjetë ka bërë fajtore se shkaku i divorcit ke qenë ti, kështu ta akuzon babai jot. Edhe pse ti je munduar t'ja shpjegosh që kjo martesë nuk funksionon, ti nuk ndiheshe më e lumtur aty. Jo, babi timun ju akum tregu, kum thonë se këta më thujnë kështu, nëse Enveri më tonë mu, Enveri më nje, se jeton që 15 vite me mu. E vërtet. Pëllot, që në kërë kum pas në smut ka orë Gjermani, ka nejtë nëna e me dhe me mu, tu edhe vllaznia kam banu me mu. I kum thonë këta pun thirin prostitut, thmin kopila, Enveri po maltreton mu. Nëse Enveri më tonë mu edhe thmin e vetë, do të shkon të gjithë problemin me vllazrit e vetë, ju me mu. Se unë nuk jam problemi këto. Unë jam viktima, si më ra viktim. Por, e dashur fitore, këto 10 vite e divorcuar që jeton me fëmijët, si kanë qenë raportet e tua me Enverin? Po, me Enveri vje kanë erështu, fol, edhe këm, fjallë të rana, i ki mërë fëmijën, po shkape të mive unë këndëru. A i nuk e ka nisur një jetë të re? Jo. As ju nuk e keni nisur një jetë të re, jetoni me fëmijët? Unë me të regu drejt, me ku pata një këtu një gjallë Prishtinës, një fshatit Prishtinës. Në 2018 e pata pru në Gjermani, po mira se deshte dhe i thasha që zotërisë nuk po të pranoj familja, pse me u kohën ti me mu. Se në Kosovë, si të pranon familjarë tani të shohin krejt folin, edhin? Por pse? Jo s'pe don baba, jo s'pe don nana, jo. Kush nuk e donte në familjen tënde? Baba nuk e donë. Baba ka thonë përsa t'jam gjallë, një lidhe të rejti s'kime pas me asni mashkull, ose unë se pranoj. Dhe ti, për hir të babait, ke vendosur mos të krijosh lidhje të re? E pruna djalin në Gjermani, unë njoftova në Kosovë, erdha në Gjermani, erdhë këtu shpiteme, e njoftova edhe me Enverin, edhe me vllazni, po baba nuk e dojke dhe u detyrova mi thonë djalit huj, shka zëtri më të uptrit me këto thasheteme të shqiptarve. Tonat, nuk e vleka se a i shumë gjali mirë, e familjes mirë. Mu më dhe më ke shpirë pëse me hinë situatë tonën, kur baba e për shumë nësë. E dashur fitore, fëmijët e tu si e pritën? Mirë, edhe sot e për menë, thojnë
njeri mirë, na ka ndihmu, shku ka punu, na ka pru pare, na ka ble roba, harsh. E dashu fitore, unë t'jap një këshill, por ti e di vetë për jetën tënde si e 46 vjeç. Je e re për të vazhduar jetën dhe nuk ka asgjë të keqe që pas një divorci, një grua të vazhdoj jetën e saj dhe të gjejë një partner të ri. Nëse fëmijët e tu ndihen komod. Te Kosovarët është kështu, për shembull, e gjan ti një lidhje, po nëse nuk të fol baba jo ty, çaj personi si thot po dan kthehet apet nën shmën. Dashu fitore, ti je larguar në Kosova që prej vitit 2003. Gjithë ato vite që jeton në Gjermani dhe duhet ishe me jetën, me civilizimin, me mënyrën e të menduar si gjermanët dhe jo si shqiptarët e Kosovës, që ndoshta kanë qef të rinë në vend numero, siç qëndrojnë shqiptarët e Shqipërisë, është një brez i cili nuk ndryshon dhe ne nuk e ndryshojmë dot, por kjo nuk do të thotë që ne të shkatërrojmë jetën tonë. Unë kum nejtë këtu, kum qëndru edhe në 2021, 22, 23, vesh me thmi. Këtu e ka ndërtu, ka pas ndërtimtari baushtel që shikojnë Gjermant. Unë e banaj këtu më 5-4 ka i ujt, për shamullim do një banes, ku nejtë 7 ujt. Kum flet vesh në tokë, ju më këthy këtu apet me kushet mija, sa ku mujt me socialja me 30.000. I më nuk pak me regullu banesën në rotemen, po unë jam një tip që nuk shkoj asë në disko, asë nuk dalë të shoqë, asë të shoko, jam kështu vesh me fëmijët e mi. Unë uroj dhe shpresoj të jesh një nën e lumtur dhe ata fëmijë të bëjnë krenar në të ardhmen, por mua vjen keq që pas 10 viteve martesë ti vazhdon të kesh ende konflikte me njerëzit e burrit. Pse nuk i bllokon ata njerëz dhe ti harrosh përgjithmonë dhe ti jesh e qetë? Fundi aty s'të lidh më asgjë me ata, ti je ndar me vllajin e tyre. Jo, se i kom bloku, po me ata dhe kër im kom kryen verit, se unë kër im shku pare në shpitireve kom po, si thojnë, tha kë, bani kë, kështu edhe unë i kom nejt, që shtojnë në Gjerman të apshtande, i kom nejt gjithë në distancë. Edhe pavarësisht ju kom një mu, ju kom bleon, ju kom nejt në distancë, i kom po, kom thonë, kë kur folë për këto kesh, nesër unë i ku folë edhe për mua, din, s'kom dash mu kur debat të asoj familjes, shkur shëp. Edhe kur si kom pas shune për Facebook-a, në për rrjetet sociale, nuk i kam ata kur une. Po në veç kom dash nga tim me thirë se policinë e Kosovës, si mu vërtetu të baba jam, të motra, të vllaznia, se thmija nuk janë t'hujt. Unë i kam këta thmin me babën edhe thmive, me djeti babë. Kjo është fare e thjeshtë, dashur fitore. Mjafton një analiza DNA-je, të vesh një laborator, qoftë dhe aty në Gjermani ku jeton ti, për t'i bërë analizën 3 fëmijëve, të del përgjigja për 3 javë dhe ti e vërteton dhe nuk ke nevojë pse të shkosh në Kosovë, të merresh me ata njerëz. Unë pas shtres se për shembull ata familja Bajrami e verit kam pas më mundon si të më shpërblim para, si ma kanë i ftyrë, ma kanë i shpinë, ma kanë prish milçin, edhe ata mos me të kontaktu me familjen të me kur, kum do shtu nga policia e Kosovës. Por gjithsesi, ti e dashur fitore, në momentin që të kanë ndodhur këto ngjarje, që ata të kanë kërcënuar, burri të ka dhunuar, ti që në ato kohë duhet të kishe bërë këto denoncime. Sot kanë kaluar një kosh. Po i kom ba, policinë e Kosovës rregullisht në gjithë. Denoncimi që të ka dhunuar Enveri. Po, si më ka dhunuar Enveri, më shku edhe me çupën në Kosovë, 2014 të 4-5 orë kom nejt ato në stacion policisë Vushre. Po ato kur nuk janë ardha, ja kom shu edhe videon, ja kom tërgu videon ku organizojnë mu vërata, ku mi thojnë si të mini kimi që tërkan, ku planifikojnë mi thyrë shtetin Gjerman mi marë të minë. Nëse unë do lidhe me Enverin, ish bashortin tuaj, apo dhe me njerëzit e ti, ke një mesazh që do t'ju përcjellësh? Unë e kam mesazh për ta vesh, inshallah jetojnë mirë, e inshallah nuk jam sprovon Zotit fëmijën e tyre, që mi kanë bërë ata fëmijëve të mirë dhe mu. Edhe pse ata i kanë të rritë shumë, ama fëmijën e tyre edhe ato njerëzit e mirë, se ka pas edhe në familje e tyre njerëzit të mirë, inshallah ata i shosh mirë e ma mirë. Edhe fëmijën e tyre inshallah i shosh mirë e ma mirë, veç mu letë mu lanë ratë edhe familjen time.
Mua më vjen shumë keq për këtë histori që dëgjova sot nga ty e dashur fitore. Të uroj gjithë të mirat dhe do mbetemi bashkë në kontakt dhe do bëj të pamundurën për të lidhur me ata njerëz të cilët të kanë shkatruar jetën. Kështu që të përqafoj dhe të përshëndes nga Tirana. Faleminderit, përshëndetje edhe për ju e gjitha të mirat. Mirupafshim. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, që kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën. Mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite ora 10 live jam këtu në YouTube me këtë histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.